48 orëve, eventualisht. Jo, nuk... Tirën e shpesh të 48 orëve, me një farë të ndalë. Jo, kjo s'ka lidhje, kjo mirë që është, po nështë pse s'është para po dhe përzgjedhjen e kuvendit, afatet qysh është përzgjedhjen e qeverisë, mundet me dhona interpretim pak të tillë, po nëse ka kësi keq vullnet, prapë mundën me gjetë një pengesë tjetër. Edhe nëse gjenë zgjedhjen kur shkojmë të nën kryetarët apo të qeveria, mujmë me pas kësi pengesa. Pra pas kena, vetëm ato që do dua pak Kosovën ta përfshi. Kosova është çdo herë 30 herë atje në gjitha i ke përcjellur, apo? Po thuaj se të gjitha, ndoshta në çfarë ka ndryshuar me kalimin e kohës, çfarë është ajo, çfarë shembull shikuesi nuk e sheh në transmetim direkt në atë grumbullimin 10 minutësh ku janë duke protestuar në 2-3 vetë jashtë. Aty kam përshtypjen që ka qenë sot një nga veteranët që ka protestuar. Po, realisht kushtërim nuk ka ndryshuar. Edhe ku flasin njëri me tjetrin, por veçoi aty edhe deklaratën e Najit Hasani që tha mu nuk vi. Këto desha të thëmë, dëmon, e vetëmja e re, po thëmë në gjithë, 30 tentime është fakti që deputetet vetë kanë filluar një farforme të ftohen. Dëmon, marrin vendime edhe për bojkot eventual, paka shumë e përmeni edhe zotit Daut Haradinaj që është pothuajse normalit ashtë se cili deputet të mendoj që mos të vi ma, sepse një farë forme e kanë mësu për mensh, jo vëdhem ne si gazetar, po dhe vetë deputet, dhe kush do që e për cilë. Qa votojnë Albulejnë edhe mos shkojnë ma. Po, ajo absolutisht ja kish me qenë zgjidhje, sepse nga njerë ne i farë... Nëse e ke dhe Najit Hasani që sot ka qenë të gazetat e Afërdita Lukaj, pas pak një sekuencë të vogël se si e shpjegon Najiti, se Najiti është një nga deputetët më të zëshëm, më të pavarur në shumë legislatura ndryshme. Pra ai thot mendimin e vet, edhe kur partia mendon krejtësisht ndryshe, e ka të veçantë atë s'ka si diskutim. Pjesa tjetër të thëmë drejtën kushtërim ka qenë e njëjtë. Biles mu më çuditi sot kemi pas ndoshta edhe numri i mediave që e kanë përcjellë, se ka qenë jo i vogël, po thuaj se i pavrejtshëm. Ndoshta kemi qenë në total